Universiteti Rald organizoi me sukses ditën e hapur ndërgjegjësuese diabeti dhe shëndeti oral në ambientet e kinemas Verore në Lungomare. Për të qenë sapo pranë qytetarëve të Vlorës dhe Mëgjer, i vetmi universitet me programet e studimit të mjekësisë në jugun e vendit ofroi këtë të premte teste falas për diabetin, konsulta dhe këshilla profesionale me mjek të specializuar italian, kontrolle dhe vlerësime të shëndetit oral, këshillim për parandalimin e problemeve dentare dhe shëndetësore. Gjithçka erdhi në kuadër të promovimit të kujdesit shëndetësor dhe parandalimit të sëmundjeve, ndërsa studentët e Universitetit Rald ishin nën supervizimin e pedagogëve dhe mjekëve të specializuar italian, duke ofruar kështu një stër shërbimesh falas për qytetarët. Drejtuesit e Universitetit Rald, Seri dhe Gjena Muskaj, theksojnë se misioni i këtij institucioni të arsimit të lartë është edukimi dhe përgatitja e profesionistëve të rinj në fushën e mjekësisë, duke ndërthurur teorinë dhe praktikën. Por në qendër patjetër që janë edhe qytetarët, ndaj dhe këtë të premte, për ta janë ofruar shërbime falas shëndetësore, për të treguar se Universiteti Rald nuk është vetëm lider në tregun e arsimit të lartë, por kujdeset edhe për shëndetin e popullatës. Ne kemi një mision. Misioni jonë është në edukim, në përgatitjen e profesionistëve, dhe këtë duam dhe një nga misionet, një nga kriteret është dhe marrëdhëniet me komunitetin. Marrëdhëniet me komunitetin dhe të shërbejmë sa mundësi kemi dhe komunitetit tonë. Duke ndërthurur teorinë me praktikën dhe marrëdhëniet në bashkëpunim dhe me shumë pedagogë që kemi, me shumë eksperiencë që vinë nga Italia, vendosëm këtë workshop, i cili nuk është i pari sot, po do të jenë vazhdimsi dhe për temat të tjera të cilat ne do të jemi gjithmonë prezent në qytetin tonë. Nderit ju si televizion që jeni të pranishëm gjithmonë në çdo event që bëjmë ne dhe Vlora po kështu. Universiteti Rald nuk është vetëm pjesë akademike, por është njëkohësisht edhe në shërbim të komunitetit. Sot është një event shumë i rëndësishëm, bëhet falas për gjithë komunitetin, analizat e diabetit. Janë të ftuar jo vetëm student, pedagog, shqiptar, por dhe pedagog dhe mjek të huaj. Gjë që janë në shërbim të komunitetit. Faleminderit. Dhe duket që është përqafuar kjo çështje. Normal. Edhe kjo është një anë shumë e mirë dhe shumë pozitive dhe për Vlorën dhe për komunitetin. Drejtuesi i Universitetit Rald, Seri Muskaj, theksoi se është mision për të ndihmuar qytetarët pasi institucionet e arsimit të lartë nxjerrin profesionistë të denj për tregun e punës dhe në rastin e Universitetit Rald, ndërgjegjësimi i qytetarëve për të bërë kontrolle dhe ekzaminime shëndetësore është me mjaft rëndësi. Kjo ide ka qenë dhe është siç e thash dhe më para është mision. Dhe misioni jonë ky është që ne të bëjmë workshopet, të bëjmë këto, sepse është dhe detyrë. Institucionet e arsimit lartë kanë detyrë që të bëjnë workshopet të tilla, të shërbejnë, të krijojnë marrëdhënie, sepse nesër këta profesionistë do të jenë në tregun e punës, do të shërbejnë në sektor të ndryshëm si në stomatologji, në farmaci, në mjekësi, në shkencat infermieristike e tjera. Dhe janë njëkohësisht dhe kontribojnë dhe me atë frymën që dhe ne diçka do të bëjmë, do të sensibilizojmë edhe opinionin, sepse mirë është që të ndërprihet sëmundja, të i shërbehet sëmundjes, që mos ta kap sëmundja, sepse kosto pastaj vetë shumë e lartë. Qoftë dhe në informim, dhe në mjekim, dhe në shërbim e gjitha. Muskaj thotë se përgjigjet e analizave do të vinë të gjitha nga Italia dhe se ky është një shërbim falas që investon Universiteti Rald me fondet e veta në bashkëpunim me kompanitë më të mirënjohura italiane. Po kjo do të jetë një shërbim falas, të cilët do të investon në universiteti, Kolegji Universitar Rald, me fondet e tij, të cilat në bashkëpunim dhe me kompani prestigjioze në Itali, që ky shërbim të dalë sa më cilësor edhe kostoa do përballohet e gjitha nga ana jonë. Qëllimi i këtij workshopi, por edhe i konsultave e vizitave falas, është ndërgjegjësimi, parandalimi dhe promovimi i një stili jetese më të shëndetshëm për komunitetin, ndërsa tregon se Universiteti Rald është pranë qytetarëve.